Shkolla e mesme profesionale Arben Broci në Shkodër do të bëhet rikonstruksion. Drejtori i kësaj shkolle Zamir Laçaj sqaroi se për këtë projekt është aprovuar një fond për mbi 1.400.000 euro nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Janë fondet të cilat i akordon Ministria dhe Qeveria, me sa kemi ne dieni është dikun mbi 1.4 milion euro për kryen e gjithë tyne punimeve të cilat do bëjnë jo vetëm riaftësimin bashkohor të ambienteve, por edhe të ambientit për rreth për të pasur kushte sa më të mira. Ndërhyrja do të realizohet në 2 godinat e shkollës dhe mjedisin sportiv, sipas një projekti që përfshin edhe ndërtimin e një qendre trajnimi profesional, e cila aktualisht ndodhet pranë drejtorisë së punësimit. Shkolla e vjetër, me qenë se kështu e quajmë ne, është ndërtimi i vitit 1968, do merret komplet rikonstruksion nga brenda jashtë sipas kushteve bashkëkohore të ndërtimeve dhe shkollave që i parashikon Komuniteti Evropian. Do rikonstruktohet sepse në 2 katet e para të ambienteve të vjetra do vinë qendra formimit profesional. Pra, si formim profesional do jetë vjushmëria e kurseve dhe e arsimit të vazhdueshëm, si arsimi mesëm i lartë. Shkolla e re ku ne bëjmë mësim, ku zakonisht kemi 24 klasa mësimore, për shkak të tërmeteve dhe të strukturës që fort idone, ka nevojë për të rikonstruktuar nga jashtë, sepse ka lujtë veshja dhe hidroizolimi. Ndërsa, si kushte teknike, baza bashkë me këtë ka nevojë për një riaftësim të shkallave të emergjencës, përveç kushteve tjera. Do bëhet palestra e re tek shkolla e vjetër. Procedurat e tenderimit kanë përfunduar dhe janë në proces edhe disa procedura të tjera ligjore, qëllim që brenda pak javësh të fillojnë punimet. Rikonstruksioni i kësaj shkolle, e cila shërben për rreth 430 nxënës nga Shkodra e zona të tjera të Veriut, është konceptuar në një mënyrë që të shërbejë edhe për komunitetin dhe të shndërrohet në një mjedis të preferuar për qytetarët, duke i dhënë kështu gjallëri kësaj zone.